Në bashkinë Vaudejes për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara, janë krijuar klasa burimore në shkolla që ofrojnë shërbime dhe mbështetje për këtë kategori fëmijësh. Përgjegjësja e shërbimit social Quka Babani thekson se këto klasa synojnë të ofrojnë mbështetje të specializuar për nxënësit me nevoja të veçanta. Fëmijët të cilët ne i trajtojmë në fakt të gjithë njekun shkollën dhe mundem të përmend një pikë pozitive të cilën ky projekt ka bërë mujtën që fëmija, pavarësisht se shërbimi është në familje, fëmija të marrin terapi edhe në klasat burimore, që do të thotë neve jemi prezent edhe në shkolla për secilin fëmijë, duke dhënë gjatë minutave të cilët ato kanë secili sipas programit të veçantë, pra planit individual, terapin, fëmijët dhe ekipi bashkëpunojnë edhe me mësuesin mbështetës, në mënyrë që mos jepet vetëm shërbimi në familje, ku është vetëm fëmija dhe profesionisti, por të bëhet një trekanç ofrim shërbimi, që është ofrimi i shërbimit nga profesionistët, sigurisht të punohet me planet individuale dhe me prind, por dhe me mësuesit mbështetës, në mënyrë që terapia për këto fëmijë të përthithet në mënyrën sa më të mirë të mundshme, për arsye të marrëvajtjes sa më të mirë mes aktorëve të cilët punojnë me fëmijën. Neve në këndvështrimin tonë kena pa të mirë që të ofrohet, pra efektive që të ofrohet ky shërbim edhe në shkolla nganjëherë, dhe shumë herë ekipi shkon dhe aty ku ka klasa burimore e ofron këtë shërbim, dhe të gjitha shkollat në territorin e bashkisë ku ne ofrojmë këtë shërbim, të gjitha shkollat e kanë ofrimin e shërbimit në klasa burimore. Do të thënë, terapistët kanë aksesueshmërinë për të përdorur klasat e tyre burimore për të zhvilluar terapinë atëherë kur ata shohin të nevojshme dhe kur ato kanë planin individual për të punuar në shkolla. Në të gjitha shkollat në Vaudejes është vendosur mësues mbështetës për nxënësit me aftësi ndryshe. Në rastet e fëmijëve që shtrihen në territorin e bashkisë Vaudejes, neve nuk kemi pas problematika ku nuk është mbuluar me shërbimin e mësuesit mbështetës. Në thënë, rastet tona janë të mbulume me këtë shërbim dhe kjo është diçka shumë pozitive. Të gjithë fëmijët kanë mësues mbështetës, asnjë fëmijë nuk është i pa mbuluar me shërbimin e mësuesit mbështetës deri më sot. Në rastet kur kena pas fëmijë të cilën kanë njek për herë të parë shkollën në aspekti flasim për edhe në rastet kur ne kena pas në kopsht, ne bashkia është kujdes që të vendosin një mësues mbështetës. Dhe në rastin kur ato kanë vazhduar klasën e parë, është kujdes me zyrën vendore arsimore, stafi që të merren të gjitha masat që t'ju sigurohet mësuesi mbështetës që në momentin që ato kanë filluar shkollën. Dhe të gjithë janë të mbuluar me këtë pjesë. Krijimi i klasave burimore në Vaudejes synon të sigurojë mundësi të barabarta për të gjithë fëmijët, pavarësisht aftësive të tyre.